Pse po qanë? Unë po qaj sepse dola nga gjykata. Edhe kisha një çështje gjyqi për petencën që jam e goditur, jam e dhunuar fizikisht, moralisht dhe psikologjisht. Edhe gjyqtari dha një vendim qesharak, që mu nuk më duke drejt, edhe prokurori. Prandaj ju lutem dua drejtësi. Hasime, çfarë ka ndodhur me ju? Kë keni paditur ju? Unë kam paditur Aranis Skarpaliun, sepse unë kam pas konflikt mbi 2 vjet, 2 vjet me banjon. Dhe ai vazhdon akoma konfliktin me mua. Unë e kam ka 3, unë jam ka 2, banoj ka 2. Dhe ai vazhdon akoma atë dhunën ndaj meje. Hedh mbeturina, hedh lloj gjërash. Provokon prap sherr. Ndonjë kohë unë kam rënë e vdekur. Nuk kam ditur pa ndjenja. Më kanë çuar në spital dhe kam ndenjur mbi 2 javë në spital. Atje dola nga spitali dhe erdhi policia, erdhi dhe mori të dhonat e mia, goditjen gjitha, dhe kam vazhduar, kam 6 muaj, vazhdoj gjyqet. Gjyqet jo sot, jo nesër, jo sot. Për çfarë u akuzua ai? Ai u akuzu për goditje me dashje, ndaj meje. Plagosje me dashje, me shkop gome. Dhe si u dënuaj sot? Ai u dënua sot me 600.000 lek gjop. Dhe jo me, të vjetra, dhe jo me dënim ashtu si që kërkoj unë. Sepse unë e kam akoma mbi kokë dhe kam akoma shqetësime mbi atit. Unë do ta kërkoj më lartë, nuk e lej me kaq. Sepse jeta, do ta apeloj sepse jeta ime është në rrezik. Vajtëm 2-3 herë polici, 4 herë polici, ai policia i përfuqishmi i fliste dhe janë probleme shumë të acaruar. Fola jashtë edukate nga këto probleme se ato vazhdojnë akoma. Miqi ashtu, po vazhdojnë kërcasin veshin fëmijës puca, gjuhë gure, i bjen murit e ngre muzikën natën e nuk flim gjumë, dhe shumë shqetësime tjera. Gjykata, prokurori me gjykatën e dënuan me një qesharake, prokurori e dha potencë për 100.000 lek të reja, 1 milion lek, gjyqtari e la 600.000 lek, ai filloi të perëndimin e vet edhe bote sikur ishte kokë e madhe, domethënë që ishim ne fajtor. Në një kohë ky dënim është qesharak.